të i ngrit krejt të shqetësime, të i pas krejt këto vrejtje, dilema, dhe të mos marrë një përgjigje dhe në mungesë transparencës nga ana e gjykatës, ne kemi angazhuar një autoritet pavarur, neutral dhe profesional për të kryer një vlerësim preliminar mbi çështjet e identifikuara, ato shqetësime që ne i kishim ngritur edhe në takime edhe në letrat e dërguara kryetares së gjykatës. Përzgjedhja e organizatës është bërë duke marrë në konsiderat kriteret që garantojnë ekspertizë profesionale, panshmëri dhe integritet. Raporti konfirmon shqetësimet e ngritura, konstaton se këto shqetësime janë substanciale dhe mjaftueshëm serioze për të justifikuar shqyrtim të mëtejshëm institucional. Pra fakti që raporti është preliminar nuk do të thotë që ka arrit me i konstatu shkeljet në mënyrë të faktume, por që shqetësimet i vërtetar. Dhe për më tepër, në pikën 26 të raportit, që është në fillim raporti konstaton se mandati dhe më specializuar ka pas devijim nga qëllimi fillestar dhe nuk është në frymën e pretendimeve nga raporti i Këshillit të Evropës. Sa i përket çështjes së paraburgimit dhe kufizimit të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kohëgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare, por edhe ato profesionale, pra me ekipet e mbrojtjes, dhe për më tepër, përveç tjerash, raporti konstaton se lirimi në Holand ku zhvillohet procedura penale nuk është i mundur, duke krijuar një pengesë strukturore që rëndon pozitën e të akuzuarve. Pra, edhe fakti që deri më sot ka pas shumë pak lirime të parakohshme, edhe se kanë kalu një vite nga fillimi i procesit dhe nga momenti kur janë paraburgos personat që ndodhen atje, lën me kuptu që një pretendim i tillë jo vetëm që mund të ngritet si shqetësim, por edhe mund të evidentohet edhe si fakt konkret. Raporti konstaton se mbikëqyrja sistematike për qëllime tjera përbën ndërhyrjen në nenin 8 dhe në përfundim raporti vlerëson se kjo kornizë krijon dyshime serioze për papajtueshmëri me nenin 5 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit dhe nenin 9 të Konventës ndërkombëtare për drejtat civile. Pra, për ne, kjo tregon që shqetësimet që i kemi ngritur në vazhdimsi, jo vetëm që janë konfirmuar, por edhe kalojnë përtej atyre shqetësimeve, sepse raporti natyrisht ka pas mundësi me hetu edhe me gjërë. Lidhur me jurisdiksionin, llogaridhënien dhe transparencën institucionale, raporti ngrit shqetësime serioze mbi mungesën e mekanizmave efektiv të mbikëqyrjes demokratike dhe kontrollit institucional. Pra evidentohen boshllëke normative dhe procedurale në raport me llogaridhënien e gjykatës ndaj shteteve financuese dhe partnerëve ndërkombëtar. Raporti evidenton se deklaratat e atribuara prokurorit, përfshirë dhe kryetarës së gjykatës, përfshin përshkrimin ku konstatohet ose theksohet dënimi me burgim të përjetshëm, pra vitet për vitin 2021, në vitin 2011. Dhe pastaj konstatimi që nëse lirohen ta persona mund paraqesin rrezik dhe duhet mbahen para burgim, konstatime nga vetë kryetaria e gjykatës i ngren shqetësime serioze jo vetëm për prezumimin e pafajësisë, por edhe për integritetin e procesit e lirimit të parakohshëm, si edhe mungesën e transparencës procedurale. Në raport me pranueshmërinë e provave, veçanërisht provat siguruara nga Serbia, raporti evidenton pasiguritë konsiderueshme juridike, qasja e pranimit të parakohshëm të provave dhe shtyrja e vlerësimit përfundimtar deri në gjykim, përshkruhet si burim potenciali padrejtësisë procedurale dhe pasigurisë përpale. Sa i përket provave me origjinë nga Serbia, raporti konstaton mungesë transparencë serioze pasi kërkesat e mbrojtjes për qasje dhe zbulim për origjinën e materialeve mbeten pa vendim publik. Mungesa çfarë do vendimi publik përbën në vetvete shqetësim për transparencë. Është konstatuar në raport. Lidhur me parimin e barazisë së armëve, raporti identifikon shqetësime paraprake që prekin efektivitetin e mbrojtjes, përfshirë kufizimet në vizitat e privilegjuara, mungesën e kohës së hapësirës adekuate për përgatitje,
zhvillimin e vonuar dhe të pjesshëm të provave, procedurat penale paralele dhe ndryshimet e njanshme të sistemit të ndihmës juridike. Raporti vlerëson se këto elemente përbëjnë indikatorë serioz që kërkojnë analizë të mëtejme. Raporti nënvizon se standardi relevant i vlerësimit duhet jetë Kushtetuta e Kosovës dhe Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut, e jo praktikat potencialisht problematike të tribunaleve tjera ndërkombëtare që shpeshherë janë përcjell me probleme serioze, konstatuara dhe nga vetë gjykata në rastet e ngjashme. Autorët e këtij raporti rekomandojnë krijimin e një mekanizmi të qëndrueshëm të pavarur dhe të financuar në mënyrë adekuate për monitorimin e vazhdueshëm të proceseve gjyqësore, kërkesë shtruar ka qysh ka viti 2021 prej institucionit të avokatit popullit dhe prej meje si avokatit popullit. Dhe monitorimi duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshëm edhe me nivel të lartë profesionalizmi që kishte me mot edhe kishte me mbikëqyr gjykatën për efektshmëri dhe zbatim standardeve me një mbikëqyrje të jashtme.